Kryetari i Kuvendit. Ky projekt ligj tash që ka në Kuvendin e Kosovës është një projekt ligj më i avancuar në krahasim me projekt ligjin tjetër që me të drejtë deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk e kanë votuar, por e kanë kthyer në qeveri për amandamentim. Ky projekt ligj përcakton rregullat dhe procedurat për operatorët e rrjeteve dhe ofruesit të shërbimeve në lidhje me përpunimin e të dhënave të caktuara. Parimet kryesore të këtij projekt ligjit apo parimet themelore janë respektimi i të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të garantuara me kushtetut, privatësia, shkatrimi i të dhënave, mbrojtja e të drejtave të gazetorëve, ndalimi i përgjimeve pa një vendim përkatës gjyqësor që do të thotë është vendosë kush e purdhë për përgjime dhe kush jo, të mos përsëritet rasti që e kemi pas aferën e fundit me këtë projekt ligj, po legalizohet edhe afera Pronto. Caktohet cilat janë llojet e përgjimet dhe për çka për cilat nevoja po aranzhon këto përgjime, procedurat, përgjimet për nevojat e strukturave të inteligjencës dhe sigurisë kombëtare, procedurat e vendosjes për përgjim, po është e caktuar edhe kur do i mbikëqyr të gjitha. Ne si komision po dhe si grup parlamentar kemi vërejtjen në kozgjatjen e trujteve të dhënave, e cila në projekt ligj është specifikuar se duhet të jetë një vit, mirë po besoj që gjatë amandamentimit në komisionin parlamentar do të japim kontributën që ky projekt ligj le të jetë një projekt ligj i mirë. Ne si grup parlamentar do votojmë. Faleminderit.